Nëse vendosja e emrit do ishte në dorën tuaj, si do quheshet juve? Si e keni emër një herë ju? Unë e kam Naim, po... Naim. S'është në dorën tonë. Sikur pra, sikur. Po s'ka është imagjinat. Cilën emër ju kishit? Ato mos e thujti, imagjinar. Shko ke gjënë civile, 50.000 lekë për çdo gërm. Me në rrua. Pa hama pra. Shoj në rrua, në rrua. Pa ne po them tani, më thuaj, cilët emër ju keni më kështu pik dobët që e keni pas qef gjithmonë ta kishit juve. Dhe ku t'ju thrasin ta ktheni kokën gjithë krenari. Unë e kam Rejlindas. Naim. Në më thonë jem rregull më këtë. Jem rregull këtë pjesë. Shiko, supozojmë se vendosja e emrit do ishte në dorën tuaj. Si mendoni ju se do quheshit? Si do donit ju ta kishit emrin? Se tani emri nuk është në dorën tonë, është në dorë të prindërve tanë apo jo? Çfarë emri? Ju si quheni? Unë quhem Zev Gega. Si? Zev Gega. Zev Gega. Pa. Si do doni ta kishit ju emrin nëse do e kishit ju në dorë ta vendosnit? Nga Zev, për shembull, si do doni ta kishit? Unë se ndroj kur. Nuk do të ndrosha kur. Jeni krenar me emrin Zev. Emrin tim. Pa. Domethënë e pa diskutueshme. E pa diskutueshme. Emri im është se nuk e diskutoj, edhe shqipone se diskutoj. Okej, shiko. Nëse në dorën tuaj do ishte vendosja e emrit, si do quheshet juve? Si do doni ty që të quheshet? Ato emër që ju e keni fiksim që as si se pata emër kështu, ose një emër që e dëgjon dhe të pëlqen. Unë jam musliman edhe do më pëlqente të ishte një emër musliman. Muhammed? Pse jo, Muhammed, jam shumë i kënaqur. Emri juaj është? Alfred. 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 Nga e ka përardhën emri Alfred? Rusia? Jo. Alfred, jo. Nuk jam interesuar për këtë nga e ka përardhën. Pra, nëse vendosja e emrit do ishte në dorën tuaj, si do donit juve ta kishit emrin? Si do quheshet? Unë? Si do quhesha unë? Nëse do e kishe në dorë ti vendosin e emrit tuaj. Emrin që kam, që më kanë vënë prindit. Gani. Gani? He. Pse mos ta kishit emër për shembull një emër Arnold? Jo. Jo, Gani. Unë do kem emër shqiptar. Dhe Gani është Dollimath. Dollibash, do me thënë muhabet nga gjitha anët. Dhe këtë emër dua. Edhe këtë, do me thënë, nuk do e ndroni, sepse ndrohet, jo për gjë. Nëse vendosja e emrit do ishte në dorën tuaj, si do quheshit juve? Nëse do ishte në dorën time, nuk e kam ide fare. Them ma mirë, nuk e di. Që nduan tashti thuti. Tashti do vesha emër musliman. Si për shembull? Do vesha një Muhammed, do vesha Selim, do vesha diçka tjetër që mund të ishte rrym për në musliman. Po në islam. Kurse tashti këtë që emër që kam, e kam prapë shumë të bukur se ka një kuptim shumë të bukur dhe në arabisht. E çfarë do thot plumb në arabisht? Nuk e di se ç'do thot, po në Itali thot Colombo. Colombo, po. Nëse vendosja e emrit do ishte në dorën tuaj, si do u quanit juve? Si do donit ju të quheshit? Si quhesh? Çfarë emër kishit qef ju që ta kishit emrin ju? Nëse do ishte vendosja e emrit në dorën tuaj. Emri im? Dëgjoj tani. Emri njeriu t'i ngjitet 2 herë. Okej. Po, një herë kur lind, edhe një herë kur i bova agi. Kur i bova kin si? Kur i bova agi dhe me thonë, ty më të ngjit një emër për shembull Hasan ose Hysén kur lind. Ndërsa vaki të bëj gjatë rrugës, mund të bëhesh kriminal, të thërin kriminal, hajdut. Edhe mund të vënë çdo emër tjetër, por që mund morrësh edhe emër të tjerë. Pra 2 emra, një emër vjen sa të lindish, edhe emër tjetër mos i të bëj vagi. Ose immoralist. Immoralist. Po. Po ai emër si mund quhet kur kundra e kriminalit dhe immoralistit, por që je xhymer. Si mund t'i vendosim një emër të mirë një personit? Xhymer ka dhe emra të mirë që unë nuk e di, emrin e mirë, njeriu e bën me vepra. Më thënë, ka mundësi ta marrë edhe këtë emër? Po. Patjetër, është e mundur, por shumë e vështirë. Si që ka marrë Bill Clintoni, për shembull. Billi, tamam, Billi. Përveç emrit Bill, si e ka tani emrin e dytë? Po të emrin e dytë, në shqiptarët i kynë hero kombëtar. Ai dha një mesazh që duhet besonin në forcat tuaja. Ishte mesazh i fortë. Të besoni tek forca juaj. Mirë, por ne nuk besojmë ke forcat tona, se jemi një sistem që e kemi shkatërruar.
edhe presim Nga forca tjera. presim nga forca tjera. Unë do të maja emrin që kam musliman, bardhi, të që më kanë vonë prindrit. Po, Nuk e ndryshoja emrin, sepse edhe Allahu që është atje lart, do të mash atë që të ka vonë nona dhe baba. Ndryshim sot nuk ka ndryshim emri. Kuptoj, po shiko, bardhi është emër shqiptar, nuk është musliman. Emër shqiptar, po neve shqiptar jemi, nuk jemi, sepse si duhet me vonë. Ibrahim, ka emër musliman. Ibrahim është musliman. Ka, po, ka, sa të dush. Kasem, ka sa dush, emër musliman. Po pra, po bardhi nuk është musliman. Është. Po jo, pra shqiptar. Ja. A jemi shqiptar? Po, shqiptar pra shqiptar. Po, bardhi është në gjuhën shqipe. Në gjuhën shqipe, ti thu me gjuhën arabe. Musliman. Me gjuhën arabe, si mas fjalëve, të thonë, unë e quj Ibrahim, sepse unë kam lexuar edhe në Kur'an, në faqen e fundit të Kur'anit, kur ja kam thonë, e ka lexuar. Pra, emri juaj është Zane Lazi. Zane Lazi. Nëse vendosja e emrit do ishte në dorën tuaj, si do quheshit juve? Zane. Nuk do e ndronit. Ma Dio mio, mi piace mio nome. Ti piace molto. Po certo che sì. Sono albanese pure, ma parlo un poco italiano. Va bene. Nëse vendosja e emrit do ishte në dorën tuaj, si do quheshit juve? Atë paktën atë emër që ju e keni pas. Atë emër që unë s'po mbaj do të emrin që me kanë vënë ata, që kanë qenë më të zgjuar se unë, se prindët tanë kanë qenë gjithmonë më të zgjuar se ne. Jo të vej unë emrin tim edhe të mbaj unë emra që jo më Emër që mund ta keni dëgjuar dhe ju ka mbetur fiksim as sikur ta kisha unë, nuk keni? Jo, nuk kam. Emri juaj si është se kam. Dilaver Nilaj. Jo, unë Nuk doni ta ndryshoni. Në asnjë mënyrë. Dhe janë disa që vënë sa emra të mëdhenj, pasi i bëhen kështu vënë sa emra të mëdhenj. Ore po ju them një herë, unë s'mbaj dot të emër që më kanë vënë ata që kanë qenë të zgjuar se unë. Jo të mbaj unë emra të mëdhenj të tilla të bëhem unë gjoja sikur do të vë një objektiv të lartë të bëhem. Jo bre shpirt. Ato janë çështje deliri dhe do Zoti shqyr nuk na ka dhënë të tilla deliran leqe. Pra, njeriu nuk e bën emrin. Jo, njeriu bën emrin edhe veten në jetë. Jo emrin njeriu. Domethënë, një emër e ke që ta vën në fillim, të thonë këtë emër, pastaj vjen emri më vonë, ti mund ta bësh edhe mund t'i thuash vetes, edhe Ludovik për shembull ose Gengis Khan. Thuaj sa duash ti, ai tjetri thotë është më fal për shprehjen një legendë që se ka bota. Kështu që ja është një emër që ta vën prindët edhe njerëzit e tu, është një emër që ta vën shoqëria. Këtë emër e ke bërë vetë hizmetin gjatë jetës. Me të mirat dhe me të qiet të tua që ke bërë. Kurse këto objektivat e larta unë i urrej dhe nuk dua të kem shenja Zoti mos na dhash delir që të bëhemi të tjerë. Nëse vendosja e emrit tuaj do ishte po në dorën tuaj, si mendoni ju se do quheshit? Emri juaj është? Po, gazmir, po faktikisht tani ndryshimet bëhen dhe në emër dhe në mbiemër. Ndaj sot për shembull në Bashkimin Sovjetik, në Rusi saktësisht, njerëzit moshat e reja ndryshin gjinin nga mashkull femër që të mos marrin pjesë në ushtri, domethënë, gjë që e ndihmon dhe qeverinë ruse që të mos ikin njerëzit rinia në BE, që të mos largohen nga lufta, ke parasysh si janë ata që nuk e duan domethënë luftën dhe kanë një mënyrë domethënë për t'u shmangur kësaj